kryetari i Bashkisë Vlorës nuk ka pasur asnjë fajle të theme dhe asnjë kryetar bashkie. Problemet të shumë viteve po fillojnë zgjidhen. Tani flasim për Vlorën turistike, dhe ta mbajmë gjysore emisionin për 2 orë zjarr në ato të plerave. Kjo është problem. Pra, ra 2 orë zjarr aty, nuk mund ta mbash 1 orë emisionin. Po jemi përgatitur për këtë vit, realisht aty është një problem. E di që ne rrezikojmë të kemi më shumë turistë se vitin e kaluar? Patjetër. Rrezikojmë të kemi shumë më tepër, po. Patjetër. Që do kemi, dhe duke pasur më shumë në këtë infrastrukturë që kemi, mund bëjmë viktim të suksesit tonë si shta. Deri në 2030 ne presim 20 milion turistë. Ku do i çojmë? Kudo shkojmë? Prandaj, ky është problem, po, nuk është problem. Vetëm ti marrim autostop. Edhe këtë fjala, i gjithë. Pra, ne duhet flasim se çfarë po bëhet në Shqipëri që ku do shkojnë këta turistë. Dhe mund ta themi në këtë historinë e kësaj, tutemi që se është shumë acaruese. Pra, nuk është reklama e turizmit. Nxirë mbrava kurrizit Klosit. Po nxirë më mbrava kurrizit, nuk kam unë asgjë, nxirë, por ama nxirë hotelin, nxirë aeroportin, nxirë tunelin.